shqiptare që shkojnë te konsumatorët dhe cila është rruga më pas që Shqipëria duhet të ndjek për të futur në Bashkimin Evropian përsa i përket sigurisë ushqimore. Atëherë, për të thënë se sa të sigurta janë produktet ushqimore, mjaftojnë dy deklarata të kryeministrit shqiptar, e para 7 ose 8 muajsh, ku në mënyrë eksplicite kryeministri shqiptar deklaroi që autoriteti përgjegjës, AKU-ja, ka bërë më shumë keq se sa ka mbrojtur konsumatorin për të mos u prekur nga rrisqet potenciale që shkaktojnë ushqimet. Kjo ishte deklarata e parë, dhe deklarata tjetër është para pak ditësh, po, në të cilën tha që në këto kushte që ne kemi sigurin, pra potencoj sigurin ushqimore, dhe tha, në këto kushte që ne jemi, do më thëmë, me sigurin ushqimore që kemi, ne jemi të pa integrushëm. Pra, nuk ka nevoj të flasë më unë, nuk ka nevoj të thuet gjë tjetër, pra është me 2 deklarata, jemi totalisht të pasigurt për ushqimet që ne